Të pakta janë familjes shqiptare që nuk u prekën nga skema e firmave piramidale në vitet 96-97. Me mira familje shitën shtëpi duke mbetur në mes të katër rrugëve, ndërsa emigrantët të gjitha lekët e kushtimeve erdhën për t'i futur pikërisht në këto firma. Një nga kokat kryesore të firmave piramidale ishte dhe Vebi Alimuça, i cili mblodhi miliona lek pasurinë e familjeve shqiptare që e kishin vënë me mund dhe djers. Por çfarë ka ndodhur me Vebi Alimuçën pas mbylljes së firmave piramidale? Ajo dënua nga shteti shqiptar me 10 vite burg. Më pas, fëmijët e tij filluan të kenë probleme dhe përplasje me babain për shkak të pronave të sekuestruara dhe llogarive bankare që u mbyllën. Megjithatë, duket se Vebiu e ka të pamundur për të hequr dorë nga jeta e tij luksoze dhe me standarde. Pas daljes nga burgu, ai ka mbajtur një profil të ulët në publik dhe në media, duke mos u ekspozuar për asgjë në lidhje me jetën e tij private. Burime pranë familjes bëjnë me dije se për t'i dhënë vetes atë qetësi që i ka munguar prej kohësh, Vebiu ka shkuar për të jetuar në një ishull prallor të Tajlandës. Ai ka zgjedhur për të jetuar në Phuket. Dielli, ushqimi freskët dhe qetësia janë gjërat mbizotruese tani në jetën e bosit të firmave piramidale. Ai ka zgjedhur të jetojë jashtë vëmendjes mediatike dhe shumë pranë natyrës, dhe sigurisht Tajlanda ja mundëson këtë lloj jete.